Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se prioriteti i radhës së mbetet konstituimi i institucioneve të legjislaturës së 11 menjëherë pas përfundimit të gjitha procedurave zgjedhore. Kurti u shpreh se pret finalizimin e numërimit të votave dhe certifikimin e rezultateve në mënyrë që vendi të hyjë pa vonesa në fazën e themelimit të institucioneve të reja. Sipas tij, sa më shpejt të përmbyllet ky proces, aq më mirë do të jetë për funksionimin institucional dhe vazhdimsinë e qeverisjes në vend. Duke folur për çështjen e zgjedhjes së presidentit, Kurti theksoi se ky është një proces që kërkon bashkëpunim të gjerë politik dhe nuk mund të realizohet nga një forcë vetëm politike. Ai u shpreh i gatshëm për dialog me partitë opozitare, duke nënvizuar se qasja e tij mbetet konstruktive dhe e orientuar drejt bashkëpunimit institucional. Sipas Kurtit, për të ecur përpara në procesin shtetformues dhe institucional është e nevojshme që opozita të heqë dorë nga siç e cilësoi ai qasja refuzuese e deritanishme. Kryeministri në detyrë kujtoi gjithashtu përpjekjet e menjëhershme për zgjedhjen e presidentit, duke theksuar se subjekti i tij politik ka ofruar alternativa bashkëpunimi, përfshirë dhe mundësinë e bashkëqeverisjes, por sipas tij këto propozime nuk kanë gjetur mbështetje opozitës. Deklarata e Kurtit vjen në një moment kyç për skenën politike të Kosovës, teksa pritet përmbyllja e procesit zgjedhor dhe nisja e procedurave për ngritjen e institucioneve të reja shtetërore.